qysh janë pritit e PDK-s sot, a pritit që ka me pas edhe me qenë se zgjatë mjaft shumë edhe sa mendoni që ka me shku këtu? Unë mund të flas vetëm në emrin tim si Ganimete Musliu, jo në emrin të Partisë Demokratike, sepse Partia Demokratike ju e dini e ka zëdhënësin i cili i transmeton qëndrimet e Partisë Demokratike për mediat edhe për qytetarët, po ashtu është edhe kryetari i partisë. Ndërsa unë si Ganimete Musliu mund të jap vetëm qëndrimin tim nëse ju duhet juve edhe qytetarët të cilët po ndjekin live-ën. Edhe sa herë keni me vazhdu si Ganimete Musliu në ardhur këtu pa ndonjë ndryshim në këto tentime? Unë do të veproj konform ligjit edhe Kushtetutës së Republikës Kosovës. Do ta përmbush obligimin tim qytetar që të jem prezente në çdo seancë. Përderisa nuk mbaret prej Ganimete Musliut ndryshimi i këtij pozicionin cilin ka me të shtetit tani. A u bo mjaft, u bo ma shumë se mjaft, a jemi lodhë edhe na dhe ju dhe qytetarë për kësaj gjendje, është e vërtet që jemi lodhë, por nuk mvaret prej neve, nuk është në dorën time. Po t'ishte në dorën time, do të përfundon të ju sot, po para 30 seanca. Gjënë Musliu, se keni po propozimin e Ligës Demokratike të Kosovës për një qeveri të Nuk i komentoj qëndrime humori ato janë. Ashtë e pranueshme për PDK, një qeveri e tillë. Unë dhe thash që flasë për Ganimete Musliu, nuk e di që si du të thamë edhe njëherë. Nëse më pytë mu si Ganimete Musliu, në ta japë qëndrimi, jo si parti, sepse nëse duhet të japë qëndrimin e partisë, unë du të majë mbledhje, të marë qëndrimin e partisë. Dhe s'kemi majtë mbledhje na për qëndrimet LDK. Se po tetë si është duke plan? Nuk merre me qëndrime, këto janë me e mush vakumin i cili është kriju ose boshllëkun në mungesë të institucione. Dhe unë mendoj që ne nuk duhet merremi me pasojat, ne do të merrem me shkakun. Kush është shkaku ose shkaktari i krejt këtij problemi e ka emrin edhe mbiemrin Albin Kurti. Dhe kjo ma dihet. Ne du të kthehemi atje në gjenezë ku është problemi. Sa ma shumë që ju kushtojmë vëmendje këtyne lëvizjeve tona, ne vetëm po e zhvendosim vëmendjen nga shkaktari, nga baza e problemit ku është. Dhe unë mendoj që nuk e ka meritu Kosova, nuk e kanë meritu ata 20% që Albin Kurti me bëha i gare me ta që është i bëha i gare. Kjo është qëndrimi i Ganimete Musliu. Është një kandidat nga lëvizjave të vendosur të ishte i pranueshëm për juve? Po nuk jam une që i propozoj emrat e lëvizjeve vendosje. Edhe ata e din shumë mirë. Po është për mu e papranueshme dhe do t'jetë e papranueshme për secilin që e ka dje këtë institucion. Për secilin që e ka shkatru këtë vend është i papranueshëm dhe se ka votën time. Po t'jeti den dikush që ka votën time, unë sot e votoj. Po nuk pajtona me votu dikan që e ka djeku vendin. Nuk pajtona me votu dikan që e ka shkatru Kosovën. Kaq. Respekt.